Mirë të ndëruar teleshikues, në rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vim do të diskutojmë atë se çfarë kanë lënë pas zgjedhjet parlamentare të 11 majit. 3 kryetarë bashkie kanë dhënë dorëheqjen për të kandiduar si deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Një vendim politik që përveç pasojave elektorale ka prodhuar vakanca në drejtimin e bashkive të Matit, Beratit, Tepelenës, por këtyre 3 bashkive ju bashkohet edhe bashkia më e madhe, vendi siç është edhe Tirana. Çfarë thot ligji për këtë situatë? A janë respektuar të gjitha procedurat institucionale dhe afatet ligjore të përcaktuara sa i takon çështjeve të tilla? Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me zotin Agron Axhimali, drejtor ekzekutiv i Institutit për Bashkitë Shqiptare. Zoti Axhimali, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Gjithmonë është kënaqësi të kemi analizën tuaj kur bëhet fjalë për pushtetin vendor. Faleminderit juve që riktheni çështjen e vakancave sërish në mendje në vëmendje të opinionit publik, se vërtet është shqetësim. Ashtu siç e përmenda dhe në hyrje të kësaj hapësire zoti Axhimali, janë 3 bashki të cilat kanë vakancat përkatëse, kjo për shkak se kryebashkiakët kanë zgjedhur që t'i japin dorëheqjen dhe të kandidojnë për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kemi të bëjmë me Bashkinë e Matit, Beratit, Tepelenës, por në të njëjtën kohë do doja të vendosja në vëmendje edhe vetë Bashkinë e Tiranës. Pavarësisht se Bashkia e Tiranës ka një kryetar tashmë të komanduar, zgjedhjet për këtë bashki nuk janë realizuar ende. Dhe kjo sipas një vendimi të fundit, zgjedhjet do të zhvillohen në Vjeshtë, por zgjedhjet të cilat pritet të zhvillohen në Vjeshtë, a janë të përcaktuara në ligj, a janë të përcaktuara gjithmonë sipas afateve ligjore? Shiko, po i marrim gjërat me radhë, po marrim 3 vakancat që i kemi të pastra si drita e diellit. 3 bashkit, kryetarët e së cilës dhanë dorëheqjen, dhe ky është provë e qartë që kemi vakancë për Matin, Beratin dhe Tepelenën, provë verifikueshme ku kryetari u deklaruan vetë, depozituan dorëheqjen e tyre në Këshillin Bashkiak. Këshilli Bashkiak ka njoftuar institucionet, prefektin dhe qeverinë. Tashmë kryetarët kanë zgjedhur rrugën e vet për një jetë tjetër parlamentare, u shkëputën nga pushteti ekzekutiv dhe ju urojmë atyre suksese. Trajtimi këtyre dhe çështja e Tiranës po e marrim pak më vonë, se ka i specifik. Diskutojmë më vonë për Tiranën, duke qenë se ka të tjera problematika. Çështja e vakancës këtyre 3 bashkive e trajton pikë së pari ligji organik i 139/2015 për qeverisjen vendore, përcakton rastet kur një bashki shkon në zgjedhje të parakoshme. Dhe qartësisht shprehet që një bashki shkon në zgjedhje të parakoshme ndër shumë arsye të tjera, por në këtë rast kemi arsyen legjitime të vakancës kur kryetari jep dorëheqjen për t'u larguar. Kjo dorëheqje është dhënë. Ktu jemi krejtësisht në rregull me ligjin. Një aspekt tjetër ligjor është fakti, është kodi zgjedhor shumë i rëndësishëm, i cili përcakton në nenin 10 të tij që nga momenti i deklarimit të vakancave, pra kemi të bëmi një proces ligjor dhe institucional zenxhir nga Këshilli Bashkiak tek prefekti, nga prefekti tek Këshilli i Ministrave, nga Këshilli i Ministrave tek presidenti i cili dekreton datën e zgjedhjeve, dhe pastaj është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që merret me administrimin dhe procesin e zgjedhjeve. Kodi zgjedhor përcakton që jo më parë se 30 ditë, jo më vonë se 45 ditë nga momenti që presidenti i Republikës është njoftuar për vakancë, presidenti të lindë drejta që brenda 48 orëve të kishte caktuar, pra po them, kujdes,
ta kishte caktuar një datë zgjedhjesh për 3 bashki, jo për Tiranën, po theksoj për 3 bashki, Matin, Beratin dhe Tepelenën. Në këtë aspekt, ne kuptojmë fare qartë që kryetarët e bashkisë kanë dhënë dorëheqjen diku nga marsi. Ne tash jemi në fundin e qershorit. Pra afatet 30 ditë dhe 45 ditë janë shkelur. Janë të i kaluar me pak fjalë. Po, sigurisht që janë të i kaluar. Pra, në aspektin ligjor kemi shkelje të afateve ligjore. Kjo nuk është e mirë për një vend demokratik, nuk është e mirë për një vend që nga mëngjesi në darkë institucionet flasin për standardet dhe të përafrimit këtyre standardeve të demokracisë në vendet e Bashkimit Evropian. Pra, me pak fjalë, zotja Xhimali, që ta bëjmë të qartë edhe për publikun. Jo më parë se 30 ditë, por as më vonë se 45 ditë, presidenti i Republikës, duke patur parasysh vakancën në këto 3 bashki, duhet të kishte shpallur datën e zgjedhjeve lokale për këto 3 bashki. Pra ne duhet të kishim një datë dhe sa i takon rreth në aprill. Po, qartë fare. Dhe në këtë rast ne kemi thënë, unë e shumë ekspertë të tjerë, që kishte një mundësi që këto zgjedhjet në këto 3 bashki mundet, pra u kap të afati të bëheshin edhe në të njëjtën ditë me zgjedhjet vendore. Por, këtu unë kam edhe një mirë kuptim për plasje, procedura ngarkese e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe këtu mund të kishte një konsensus në fakt apo diçka të pashkruar apo por të pranuar, që to zgjedhje nuk mundesh, pra mund ta thynin pak afatin. Por shqetësimi im është pse pas 11 maj, gati një muaj e gjysmë, politika nuk po kujtohet, mirë ligjet janë shkelur afat ligjore, por politika dhe institucionet, pa përjashtim të gjithë, majoranca dhe opozita, edhe pse unë kuptoj arsyet e secilit prej tyre, nuk kujtohen për t'ju shërbyer qytetarëve me një kryetar, pra për zgjedhje, se të bësh zgjedhje kur e kërkon ligji është t'ju shërbesh qytetarëve, t'ju jap shansin dhe mundësinë qytetarëve të kenë kryetarin e zgjedhur. Jam i habitur, pra unë kuptoj që majoranca ruan atë status quo, është komode, për majorancën të 3 kryetarët kanë fituar dhe janë deputet, akoma më të fuqishëm, një këmbë e kanë në pushtetin vendor, një këmbë në pushtetin qendror, pra janë mirë, akomodohen interesat politike. Po unë nuk jam interesuar për këto çështje, unë jam interesuar për thyrjen e afateve ligjore, dhe pse Këshilli i Ministrave nuk i propozon, nuk i ka quar vakancat, po aludoj, nuk e di nëse e ka quar apo jo, presidentit, dhe nëse presidenti e ka këtë lloj shkrese nga sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, pse nuk dekreton zgjedhjet. Por edhe në rastin që kemi një shkëputje të linjës së bashkëpunimit administrativ, me të drejtën presidenti ka të drejtën e tij të kërkoj llogari për faktet botërisht të njohura, tutore ne i kemi këto 3 bashki, përdori pa kryetar, të kërkoj llogaridhënie tek institucionet që janë Këshilli i Ministrave apo institucione tjera që t'i hapet drita rjeshile zhvillimit të këtyre zgjedhjeve lokale. Për ta përmbyllur, afatet ligjore janë shkelur, por ajo që thash, në qoftë edhe opozita këtu ka ato kusuret e veta, se të mirë majoranca i ka. Po mirë, a justifikon shkeljen e afateve ligjore zhvillimi i zgjedhjeve parlamentare, pra zgjedhjet vendore të 11 maj, duke patur parasysh që i gjithë fokusi ka qenë tek vendoret 2025? Qartë, pra, shiko, unë kuptoj që ishte kjo gjë, por ishte e mundshme nga pikpa afatet ligjore e lejonin. Ngarkesa administrative, KQZ-s apo komplikimet tjera mund unë i marr në konsiderat, por sërish të insistoj që institucionet të tilla sot, kur ne themi që jemi shumë pranë BE-s, kemi arritur norma standarde, jemi shumë konkurrues, zbatojmë ligjin në mënyrë transparente, kjo nuk më le shije të mirë që një parlament, një qeveri, një majorancë, media, aktorë të tjerë shoqëri civile
sikundër po thoj edhe opozita duhet të jetë më agresive në këtë rast, duhet kërkojnë të kemi zgjedhjet. 2.4 milion bërë zgjedhje për 2.4 milion shqiptarë nuk është në gjë shumë e madhe, pavarësisht se në Shqipëri nuk ka dalë rezultati 11 maj dhe nuk dihet se kur dalin, por këto burokraci tashmë për një shtet kaq vogël duhet edhe me teknologji të madhe, me financime shumë të madhe, me burime njerëzore më të mëdha, për mendimin tim janë të patolerueshme. Meraku im këtu është që vullneti politik është një pengues shumë i madh, por përpos kësaj, ajo që po ve re dhe ndjej dita ditës është fakti i reagimit të qytetarëve. Shoqëria jonë duhet të jetë dhe kjo më proaktive, më aktive, më e zhurmshme në kuptimin pozitiv, më reaguese, sepse ato tashmë kanë rënë atë dëshpërimin, po shikojnë që pse po kërkojnë zgjedhje si me kryetar, si pa kryetar, si me të zgjedhur, si me të emëruar, jetën tonë nuk e ndryshojnë, kështu që për ne nuk ka shumë rëndësi, ama e keqe e madhe shumë. Në qoftë se ne ushqehemi të gjithë dhe mjedisi jonë, ekosistemi jonë social dhe politik dhe institucional ushqehet me këtë idenë që bëhet ç'të bëhet, në duan të caktojnë datë zgjedhjesh mirë, po dhe po caktuan prapë mirë. Me kryetar mirë, po dhe pa kryetar prapë mirë, po i bëjmë një dëm shumë të madh ndërgjegjes shoqërore. Ndaj tash këtu thirrja ime është për presidentin, qeverinë, partitë, opozitën kryesisht, edhe të gjithë aktorët tjerë të jenë më vigjilent dhe të morin masa për të shkuar në zgjedhje të parakohshme vetëm në këto tre bashki pikë pari. Mirë, ne morëm rastin e bashkisë së Matit, ndërkaq që kemi bashkinë e Beratit dhe bashkinë e Tepelenës, zotja Xhimali, është po e njëjta histori edhe se në kohën dy bashkive të tjera, pra kryebashkiakët kanë dhënë dorëheqje në periudhën e muajit mars? Është e njëjta histori, është i njëjti legjislacion e ka përcaktuar ligji fare qartë. Të tre bashkit, pra një ditë a dy pas me njëra tjetrën, ka dhënë po thoshe në të njëjtën kohë kanë depozituar dorëheqjen pranë Këshillit Bashkiak. Kjo është arkivuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, se pa dhënë atë nuk futeshin dot në lista. Të treja këto bashki kanë të njëjtin problem, kanë të njëjtin procedurë, të njëjtin mekanizëm për të përcaktuar një datë zgjedhje. Ajo që kam të paqartë është që nuk e di nëse Këshilli i Ministrave e ka depozituar kërkesën apo këtë vakancën në presidencë apo jo. Pra këtu është gjithë çështja tashmë se ku ka ngecur procesi administrativ i këtij zinxhirit burokratik. Çfarë pasojë është kanë sjellë këto vakanca, zotja Xhimali, në tre bashkitë e vendit, Matit, Beratit dhe Tepelenës, gjithmonë sipas informacioneve dhe komunikimeve që ju keni kryer? Shiko, kjo është një pyetje shumë e mirë në fakt. Po ne duhet pranojmë që pushteti i një të zgjedhurit është krejt ndryshe nga pushteti i një të emëruarit. Pushteti i një të zgjedhur vjen nga vota e qytetarëve, që do thotë përgjegjësia, presioni është shumë herë më i madh i kryetarit. Prioritetet e kryetarit, ato që ka propozuar ai gjatë fushatës elektorale, planet e tij strategjike, planet e tij operacionale, vizioni i tij është shumë vështirë të zëvendësojë një i emëruar. Ai mund të jetë shumë i zgjuar, një administrator i mirë nën kryetari apo një tjetër që është aty, që nuk ka për mua rëndësi. Pra të gjitha këto aspektet në parim janë problematik shumë e madhe, se jo më kot ligjvënësi ka përcaktuar zgjedhje dhe të ketë kryetar, se në qoftë se ato ishin të njëjtë dhe të barabarta, asgjë nuk çalonte, atëherë ne
kishim ndryshuar sistemin e them që nuk ka nevojë për kryetar bashkie se gjejmë mekanizma se si ti emërojnë kryetarët apo drejtuesit e bashkive. Puna aty ka mangësi dhe vakume shumë të mëdha në mënyrën në jetën e përditshme, administrative në jetën e përditshme, se si u shërbehet të qytetarëve në sistemin e shërbimit, u sjell ca kanalizime, çështjet e ekonomisë, shkallës apo të mjedisit, apo dhe pra me mjaft të funksione dhe përgjegjshmëri, që lidhen me përgjegjshmëri, me konceptin që ka pas kryetari i zgjedhur, sigurisht nuk janë në të njëjtin nivel dhe këtu sigurisht ndjehet mungesa e një kryetari të zgjedhur, pra i kryetari që ja jep fuqi vetë qytetarit. Ka më shumë llogaridhënie, ka më shumë presion në raport me zonësuesin. Ndaj është shumë e rëndësishme dhe sërish po theksoj duhet të shkojmë në zgjedhje për këto tre bashki. Dalemi pak tek Bashkia e Tiranës, zotja Xhimali, ju e dini historikun e kësaj bashkie, çfarë ndodhi me kryebashkiakun e saj zotin Erion Velia, i cili vua një mas sigurie arrest në burg për një sër akuzash të ngritura nga organi akuzës, që në këtë rast është prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, një arrestim i cili erdhi në muajin shkurt, më saktësisht në datën 10 shkurt 2025 dhe të paktën që për atyre zhvillimeve ne tashmë kemi një kryetar të komanduar në Bashkinë e Tiranës, por kjo nuk e pengon dhe ka detyrimin ligjor që të shpallen edhe zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, gjithmonë sipas të gjitha ligjeve, sipas të gjitha procedurave institucionale dhe afateve ligjore të përcaktuara, sepse Bashkia e Tiranës është njësoj si të gjitha bashkitë e tjera, nuk ka ndonjë ndryshim, kam përshtypjen. Shiko, pjesa e fundit që ju thoni përkon krejtësisht në atë ligj që unë trajtoj gjithmonë. Se gjithmonë në diskursin, pra thuhet që Bashkia e Tiranës veçantë e madhe është kështu, ajo i ka gjithë ato, por nga në qoftë se trajtojmë nga koncepti ligjor dhe kushtetues, është siç thoni ju, do të them gjithmonë është njësoj si Hasi, si Roskoveci dhe gjithë bashkitë e tjera, sepse kështu ja ka dhënë ligji, është shumë simetrik në Shqipëri edhe kushtetuta kështu i përcakton, kështu që jam dakord. Çështja e Bashkisë Tiranës në fakt ka shtruar të pyetur që duhet bën zgjedhje të reja në Bashkinë Tiranë, a është masa e arrestit me burg një justifikim për mos ushtrimin e detyrës dhe mungesa prej 3 muajsh, a është kusht i mjaftueshëm për ta kërkuar shkarkimin e kryetarit të Bashkisë Tiranë. I referohemi bazës ligjore 139/2015, që në nenin 61 thotë, kur një kryetari i marrën mandati para afatit. Neni 62 ka përcaktuar si më poshtë, kur shkel kushtetutën kryetari, nuk është ky rasti, kur dënohet ka dënim penal të formës prerë, nuk është ky rasti, sepse kryetari i bashkisë është në proces, por ka një pikë C tek neni 62 që thotë mos paraqitja në detyrë prej 3 muajsh të pandërprerë, atëherë i lindet drejta Këshillit Bashkiak të propozoj shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Kryetari i Bashkisë Tiranë që nga 10 shkurti nuk shkon në zyrë. Çështja që shtrohet tashmë, edhe është e diskutueshme, për hir të së vërtetës se ka vakum ligjor. Vakumi ligjor qëndron tek mos paraqitja në detyrë, dhe thotë, a duhet që ligji të përcaktonte që nuk paraqitet në detyrë në rastet kur është në spital, është në paraburgim, është në gjendje arresti. Legislacioni shqiptar nuk i ka marrë parasysh këto gjëra, por legislatori në atë kohë ka marrë parasysh gjë tjetër, që një person i cili nuk paraqitet në punë për një periudhë kohore prej 3 muajsh, do të thotë që vërtet masa arrestit nuk është pezullim automatik i kryetarit, por mos prezenca e tij, duke qenë në ato masë arresti, pa mundëson në mënyrë objektive ushtrimin e funksionit të kryetarit të zgjedhur.
dhe pamundësia në mënyrë objektive për më shumë se 3 muaj, çon në zbatimin e nenit 62.c që po e përsëris, mos paraqitja në detyrë për një periudhë kohe e kryetarit të bashkisë i jep të drejtë Këshillit Bashkiak të propozoj shkarkimin e tij, ti propozoj Këshillit Ministrave, theksoj, nuk e shkarkon Këshilli Bashkiak kryetarin, Këshilli Bashkiak propozon shkarkim sepse nuk e qenë në punë për 3 muaj, për Këshillin Bashkiak nuk ka më pse të hyjë debati që a quhet i justifikuar apo justifikuar. Prezenca fizike objektivisht të kapuar mundësuar, Këshilli Bashkiak që ishte krejt korrekt si institucioni përfaqësues i qytetit shumë pas i parlamenti i qytetit shumë pas, këtu duhet fillonte të bënte punën e vet. Pastaj ai ta linte topin në dorën e qeverisë, e shkarkonte qeveria apo nuk e shkarkonte qeveria dhe pastaj me vinin hapat e tjera. Pra për mendimin tim ka pak ky vakumi ligjor që nuk e qartëson mirë, pra a është justifikim gjendja e arrestit apo jo, por unë qëndroj tek ligji 139 i organizimit dhe funksionimit të vetë qeverisjes vendore që titullari i zgjedhur, pra kryetari, nëse nuk shkon në punë për 3 muaj, pra ai është i pamundur të ushtrojë detyrat, përgjegjësitë dhe funksionet që jep ligji, çka do thotë Këshilli Bashkiak duhet të ndërhyjë. Fakti që Këshilli Bashkiak i Tiranës nuk ka ndërhyer është e lidhur kryesisht me qasjen e tij politike. Këshilli Bashkiak ka një majorancë të mirë dhe të shëndetshme politikisht në favor të mos propozimit për shkarkim të kryetarit Velia, pra forcat politike i bën një mbrojtje në këtë rast. Majoranca ka marrë disa iniciativa sigurisht të mira, por aq është fuqia e tyre. E qartë, mirë, ne shpresojmë zoti Haxhimali që i gjithë ky ngërç politik se kom pushtetit vendor të zgjidhet, pavarësisht se duhet të ishte zgjidhur më përpara, më herët, gjithsesi do të presim vjeshtëm për të parë se si do të shkojnë të gjitha zhvillimet. Unë të falenderoj shumë për këtë analizë të situatës kryer së kompushtetit vendor, si gjithmonë është kënaqësi. Dhe patjetër do të jemi në komunikime të tjera së kompushtetit vendor dhe të gjitha zhvillimeve. Faleminderit nga ana ime. Ne shkëputemi në publicitet.